kam sjell para jush, ose kam sjell në vëmendjen tuaj, çështjen vjedhën e madhe në unazën e madhe. Unaza e madhe. Prej 27 kilometrash ju kushtoj takspaguesve shqiptar në total 450 milion euro. Vjedhje 100% ose 120% të fondeve publike. Më lejoni të paraqes faktet. Me datën 12 i pari 2011, pra me 12 janar të 2011, janë tenderuar nga qeveria asaj kohe segmenti prej 2.85 km i unazës së madhe Tiranë-Mullet. Tiranë-Mullet. Ky tenderim është bërë pra për 2.85 kilometër me 4.01 milion euro kilometri. 4.01 milion euro kilometri. Dhe keni parasysh sa vepra arti që ka. Është një nga segmentet me më shumë vepra arti. Me nënkalime, mbikalime e tjerë. Me datën 3/2, pra 2 muaj më vonë, me datën 1 muaj më vonë, fani, jo, me datën 2/3, fiks 2 muaj më vonë, me 2 mars të 2011, po të ati viti, është tenderuar segmenti 2, Komune e Parisit, rruga e re Tiranë-Elbasan, 3.2 kilometra. 3.2 kilometra. Është tenderuar me 4.52 milion euro kilometri. Një vit më vonë, me datën 22/10/2012, është tenderuar segmenti i tretë i unazës së re, Komune e Parisit, rruga e Kavajës, loti i parë. Është tenderuar 1.5 km, por këtu çmimi është rritur në 8 milion euro. Është krejt vepër arti. Dhe është tenderuar në qershor të 2013 segmenti Unazë e re e Tiranës, segmenti Komune e Parisit, shkolla teknologjike, pjesa e mbetur, plotësim dhe përfundim 620 metër, pra, 620 metër, është tenderuar me 6.59 milion euro. Tani, dy segmentet që
kanë përfunduar gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, kanë përfunduar dy segmentet të cilat kanë qenë, si që shifni, 5 kilometra, kanë përfunduar me një çmim prej i pari me 4,73 milion euro, i dyti me 4,5 milion euro. Me një rritje të lehtë çmimi, gjatë rrugës. Dy segmentet të cilat kanë përfunduar në vitin 2017 dhe 2018, që janë marrë në duart e ustallarëve, kanë përfunduar, janë tenderuar me 14,6 milion euro zbashku dhe kanë përfunduar me 26 milion euro. Pra, është rritur çmimi me 80%. Tani vazhdojmë. Të katër këto segmente kanë kushtuar, pra këto katër këto segmente që bëjnë 8,2 kilometra, u kanë kushtuar qytetarëve shqiptarë gjithsejt €5,7 milion për kilometër. Në rast se shohim shpenzimin total për unazën, ky shpenzim është 450 milion euro. Por, në qoftë se në këtë çështje 8 kilometra u ndërtuan me nyjet më të mëdha, shkolla teknologjike, keni parasysh, edhe me tutje, u ndërtuan me 5,7 milion për kilometër, do të thotë që unaza duhet të kushtonte 157 milion euro. Por, unë do them jo 157, po me rritjen e çmimeve nga viti 2013 në vitin 2023, rritje që sipas manualeve të ndërtimit arrin në 34%, unaza duhet të kushtonte e tëra rreth 200-205 milion euro. Sa kushtoi unaza? Unaza kushtoi 450 milion euro. Në unaz u vodhën lirshëm 250 milion euro. Për të realizuar këtë vjedhje klamoroze, Lubi-Balluku, në 13 kilometrat e fundit të unazës, dhe keni parasysh një gjë, që unaza nga Tegu dhe ndrejtimin drejt Linzës, drejt Surrelit, drejt asaj zone, gjerë tek Kodra e Priftit dhe këtej, e ka patur të hapur, po thuaj, fare. E ka trase, shko shifeni, kontrollojeni. Unaza në zbritje ka patur teren të hapur. Megjithatë, këto pjesë
pikërisht këto 17 kilometra kanë kushtuar në vend të totalit prej zbashku me ato shpenzura me parë prej 200 milion euro, ka kushtuar 450 milion euro. Lubi Balluku ka shpenzuar për restin e mbetur tunazës, për 17 kilometra, 18 milion euro për kilometr. 18 milion mesatarja. Një vjedh nuk ka rrugë në botë që të ketë të çmime. Ndaj dhe unaze e madhe është vjedhje e madhe Rama Balluku. Nuk ka gjë më të turpshme se të shkosh në gjykatë kushtetuese të bësh presione nga më primitivet. Sot i vetmi vendim që gjykata mund të mirëte mos shqyrtimin e kësaj kërkese të paraqitur nga kryeministri më hajdut i Shqipërisë në kohra, por dhe më hajdut në Europë që merr guximin për të mbrojtur një vjedhje kaq të madhe të tunelit Llogaras, të shfrytëzoj presionin ndaj gjykatave për të mbrojtur. Edi Rama duhet jap me urgjencë dorëheqjen. Belinda Balluku është bashkëfajtore, por Edi Rama është më kryesori në vjedhjet e saj. Kjo mi zgjidh problemet. Shkoj pyesni ju gazetar, Arben Ahmetajn dhe Damian Gjiknurin, kur thoshte me kështu se kjo Belinda mi zgjidh mua problemet, prandaj ju sjeni ma ministra, i hoqët e dy. Sepse ata si që bëllaj të firmosin, si të firmose kjo, që nuk ngope i kur duke vjedh. Këto ishin çështjet që paraqita sot para jush.